Shiko, këto numrat që po lexoj unë këtu, që janë të Ministrisë Financave, jo të mijat, se me thënë drejtën jam i detyruar ta besoj. Këtë shifrën këtu, 2.2 miliard janë pjesë e 4.3 miliardëve që ishte buxheti i këtij viti për skemën e subvencionimit të fermerëve. Jo të vitit 2026, po të këtij viti. Historia që i lëm pa paguar tani, që vitin tjetër, nga ato 5.3 miliard t'ju japim këtyre të parve, nuk funksionon, zotri. Nuk funksionon. Këto janë para për përfituesit e këtij viti. Dhe këto para duhet i marrin përfituesit e këtij viti. Sepse ky është buxheti. Që ju të lini pa përdorur para. Të lini pa përdorur para. Për këtë vit, dhe këto të shkojnë për shkurtim të deficitit buxhetor, kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Ose do paguhen parat, ose do ikni ju. Një nga të dyja. Më falë, për të gjithë fituesit do jepen parat. Dhe parat nuk dizem do shkojnë për fermerët të cilët janë të skema mbështetëse, do ndryshojnë masat në vlerat përkase dhe do shkojnë fituesve të tjerë. Dhe këto fitues do të mbulohen me fondet e vitit tjetër, pra nuk do dizen as fondet as... E kuptova? Drejtor, edhe njëherë, këta që keni këtu janë fitues për këto 4.3 miliard lek. 4.3 miliard lek. Ky ishte buxheti i skemave mbështetëse për këtë vit. Ju kanë ngelur në datën 15 nëntor, pa përdorur 2.2 miliard dhe 258 milion lek. Pa përdorur. I keni nga buxheti pa përdorur. Tani këto para do paguen brenda këtij viti. Pra brenda këtij viti buxhetor. Këto para nuk mund të paguen për vitin tjetër. Këto para paguen brenda këtij viti sipas rregullave që ka buxheti. Po e përsëris edhe një herë, nëse ju nuk paguani këto para për buqit, që me thënë drejtën e kanë financuar prodhimin me lekët e tyre, në mirëbesim tonin, se do t'i marrin këto para, ikni ju. Ikni ju. Kaq. Zoti deputet, ndoshta nuk ishte e qartë në sërim. E gjithë fondi do përdoret, sepse skema mbështetëse ka fazën e verifikimeve dhe në dhjetor, si çdo vit tjetër, janë bërë pagesat e skemës. Sepse bëhet... Po. Tani kur për 11 muaj e gjysmë, ke përdorur vetëm 2.1 miliard lek. Tani për një muaj e gjysmë do përdorësh 2.2 miliard? Ta kontua. Jo, njihni më mirë se unë terrenin dhe në dhjetor është bërë 70 deri në 80% e skemës konsumohet pagesat në dhjetor. Kjo është një praktike gjithë viteve, jo vetëm këtë vit. Keni përgjigje të tjera për të dhënë? Tani, pjetët e bëra nga zoti Braçi, unë mendoj që t'i jap disa sqarime. Shefi drejtori buxhetit, do më thënë në sqarimin e tij sqaroi skemën e festimeve. Skema e festimeve do të vazhdoj për 2026, siç ishte nga 2024 për 2025 dhe aplikimet e 2025-s do vazhdojnë dhe për 2026 në buxhet. Kurse skema direkte, si që sa zoti Braçi, është skeme cila fermerët në mbështetje në masa direkte, që është nafta, që është mbështetja për blektorin, mbështetja për letarin dhe të gjitha mbështetjet bimedicinale, pra do t'i marrin brenda këtij viti. Është një ndartësim, por Agjencia e Pagesave AZPR-ja e ka bërë verifikimin në terren dhe tani do të krijet procesi i likuditetit. Është e vonuar dhe me të drejtë deputeti e ngrin këtë shqetësim. Ka një ngarkesë, po dhe vitin e kaluar nuk ishim në këtë masë, ishim gati 60% e 5% të likuiduara, jemi në çik më mbrapa dhe kjo është arsyeja që unë dohet të jep këtë sqarim. Ka dhe një pyetje nga zoti Braçi, e cila është një pyetje e sinqertë dhe e vërtet, është sipërfaqja e serave, sa sipërfaqe serash janë në Shqipëri. Janë gjithsej 2100 hektar me sera, të cilat mbyllen 2 herë, sepse dini duke patur avantazhin klimaterik, këto kthehen në 4200 hektar për sa i përket marrjes prodhimit,
trendi i rritjes së serave që është sfida jonë dhe është mbështetja jonë kryesore se është produksi më i madh, po jap një shifër që vetëm deri në muajin dhjetor janë prodhuar gjithsej gati 200.000 ton perime ku pjesën më të madhe e kanë prodhuar serat janë vetëm për eksport. Dhe si e tillë rritja e sipërfaqes serës është nga 80 deri në 100 hektar ku përfshin serat për perime, serat për uleshtrydhe dhe serat për kultivimin e rushit në sera. Ky është një trend dhe është një nga mbështetjet tona kryesore dhe në masat e mbështetjes me 20 milion euro për sa i përket skemës së festimeve, ku janë prioritetet kryesore janë, siç u ngritën në diskutime, janë serat, është mekanika bujqësore sepse kjo ul koston dhe kemi një flot që po rinovohet nga viti në vit. Janë mbjelljet e reja që e vendosëm këtë vit, duke ditur që vetëm po të marrim zonën e Elbasan, Peqin, gjithë zonën dhe pellgën pjesë të Fierit, ku janë mbjellë mbi 1.400-1.500 hektar me pjeshkë dhe këto 5-6 vjet po performojnë mirë dhe kanë të ardhura për hektar të nivelit evropian. Kjo ndodh dhe me drufutorët e tjerë siç janë mbjell agrumet, është situata problem për të që kaluar me mollët, kurse në zonat e tjera siç janë serat, perime dhe këto janë 4 ndërtimet kryesore ku ne do rritemi që të vëmë standardet e Bashkimit Evropian. Pra ne nuk rritemi duke mbjell atë që do të di fermeri. Pra qëllimi jonë është të orientojmë fermerin për atë që kërkon tregu. Dhe mendojmë që serat është nga prioritetet që do të jetë në qendrën e vëmendjes dhe për skemat mbështetëse të këtij viti, sepse është ajo që prodhon dhe rrit prodhimin. Këto dy gjëra doja të sqaroja. Niveli i prodhimit që bëri pyetje zoti Braçe dhe sa të ardhura ka. Pra ne shikojmë që dhe rushi tavolinës, dhe luleshtrydhja, dhe pjeshkët, po agrumet, prodhimet në sera, duke përdorur dhe mbrojtjen biologjike të integruar, ku ne jemi rreth 300 hektar deri tani, të cilat ne mendojmë që të çojmë deri në 40 dhe në 50% të mbrojtjes biologjike të serave për të patur një prodhim të standardit evropian. Dhe ky është synimi jon kryesor për sa i përket zhvillimit të bujqësisë. Faleminderit. Shiko, zëndë ministër, ju referova kësaj faqes 43 të programit qeverisë. Dhe këtu thuhet shumë qartë, shtojmë 1.000 hektar me sera të reja për prodhimin, e shkruaj me 2 r, po shkruhet me 1 r kjo. Do të thënë shtojmë 1.000 hektar sera të reja për prodhimin dhe eksportin gjithvjetor. Ha? Që i thonë 250 hektar në vit. Që s'është një shifër e konsiderueshme, po pyetja që bëra ishte, do t'i bëjnë njerëzit to apo do paguajmë dhe ne? Dhe në qoftë se do paguajmë ne për këto 250. Tani, ti e di shumë mirë sa është kostoja e 1 hektari serë. Ku janë lekët për 250 hektar? Jam shumë dakord, ka 2 faktorë për shtimin. Ne kemi vetur 250 hektar, por ka 2 elementë që ne po luftojmë, që jo vetëm të rrisim sipërfaqen, por të rrisim dhe rendimentin. Deputeti e di qartë që ne më tani në teknologjinë që përdorim në sera, përdorim shartimin duke patur sera të mbjella për disa vjet, përdorim shartimin. Ministër, mos më hiq pyetjes. Jo, direkt Shartimin e ditëve biologjike, biles di edhe se si bën taksat ku për mbrojtjen biologjike, ku kishim kundër gjithë dynjan. Tani problemi është po të përgjigjem. Ku janë parat për të bërë 250 hektar sera, apo do kemi atë logjikën që sa po tha. Ktu flitet për hektar sera, nuk flitet për sa cipe prodhimi brenda serës. Kjo historia që kemi 2000, po duke përdorur 2 herë serën, bëjmë 4000, me këtë nuk lozim dot. Nuk e thash me atë kuptim. Tani edhe një herë. Ku i keni parat për 250 hektar serën në vit? Atëre. Atje. Ne kemi në skemën e investimeve 20 milion euro që kemi për 2025 dhe kemi 800. Ë? Prioritetin kryesor në specifikim ajo që është me kredi. Është me 50% grant nga ne. Po, keni 20 milion ju. Po. I keni për serat? Po, jo vetëm për serat. Po një minutë. I kemi dhe për serat, i kemi për mekanikën, i kemi për mbjelljet e reja. Tani, fermeri
ne këtë vit prioritet në skemën tonë janë serat. Dhe këtë vit ishte hera e parë që aplikimi ishte janë 800 aplikime, të cilat janë pjesa më e madhe janë për sera. Pra nuk kishim asnjëherë, zoti Braçe, në tabelën tonë, po ta zhpr-s. Po. Pra është brenda 5.3 miliardëve po më thua. Brenda 5.3 miliardëve. Po larg tani, e lutem shumë. Për pyetjet e mia mbaruan dhe përgjigjet për pyetjet e mia mbaruan. Në rregull.